Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale janë parashikuar 1 miliard euro dhe 15 milion euro ekstra për pacientët e onkologjikut. Përmes një komunikimi video në rrjetet sociale, kreu i qeverisë theksoi se hapet për herë të parë një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë etike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Procesi përgatitor për zgjedhjet lokale të së dielës 9 nëntor ka hyrë në fazën përfundimtare. Në Tepelen, policia e shtetit ka angazhuar 45 efektiv, të cilët kanë marrë në ruajtje 21 qendra votimi dhe KZAZ-n 80. Policia ju bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën për të votuar ose synon të tjetërsoj votën, si dhe subjekteve politike që të respektojnë detyrimet ligjore. Muzika e kitarave spanjolle u përcoll në aktivitetin Një mbrëmje në kopshtet e Spanjës në Gjirokastër. Ngjarja ofroi një përvojë të veçantë kulturore, duke sjellë frymën e traditës dhe elegancës spanjolle në një mjedis që ndërthur artin, kulinarinë dhe muzikën. Ky aktivitet u bë pjesë e javës kulturore spanjolle dhe synon të promovojë dialogun dhe shkëmbimin mes kulturave, duke afruar më shumë publikun vendas me artin dhe stilin e jetës mesdhetare. Rreth 80% e banorëve të Bashkisë Konispol kanë kryer vaksinën kundër gripit sezonal, ndërsa interesimi i qytetarëve vijon të jetë i lartë. Institucionet shëndetësore u bëjnë apel të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike të vaksinohen për të shmangur komplikacionet e dimrit. Procesi i vaksinimit do të vazhdojë deri në shpërndarjen e plotë të dozave në të gjitha qendrat shëndetësore të bashkisë. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale janë parashikuar 1 miliard euro dhe 15 milion euro ekstra për pacientët e onkologjikut. Përmes një komunikimi video në rrjetet sociale, kreu i qeverisë theksoi se hapet për herë të parë një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë etike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. 1 miliard euro është buxheti parashikuar për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale në projekt buxhetin e vitit 2026, i cili nga java në vijim do të nisë të diskutohet në komisionet parlamentare. Në një tjetër komunikim me ndjekësit, kësaj radhe kryeministri Edi Rama ka thënë se ku do të shkojë buxheti parashikuar për shëndetësinë, ku 15 milion euro do të përdoren për rimbursimin e barnave të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë për vajzat dhe gratë që fitojnë betejën me kancerin e gjirit, rekonstruksioni i gjirit do të jetë falas. Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rekonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e shpallur sfundi ndër 100 gratë më influente në mjekësinë botërore për çështjen e kancerit, do të udhëheqë projektin kombëtar të ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve për Shqipërinë 2030. Një institucion i ri ekselence, i cili do t'i bashkohet rrjetit ndërkombëtar të instituteve që luftojnë me kancerin. Ndërkohë, 4.600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14.200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Me Spitalin e ri të Korçës, urgjencën e Durrësit, spitalet bashkiake të Matit e Tropojës dhe të tjera me radhë akoma, do të vazhdojnë
intensivisht edhe investimet në modernizimin e infrastrukturës spitalore. Me objektivin e qartë dhe të shpallur që në Shqipëri në 2030 asnjë strukturë e shërbimit shëndetësor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane, ndërkohë që me financimet e siguruara nga fondet europiane ne do të krijojmë ekosistemin digjital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese dhe të ndërveprueshmërisë në rang kombëtar të sistemit shëndetësor digjital, në përputhje me agjendën digjitale të Bashkimit Evropian. Dhe në mbyllje, 2026 do të hap edhe siparin e partneritetit strategjik të QSUT-s me spitalin prestigjos San Raffaele të Milanos, një ndër më të mirët në botë, duke nisur procesin e një transformimi që do ta bëjë QSUT-n 2030 një qendër rajonale të shëndetit me prestigj në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Prej mesnatës ka nisur heshtja zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme të së dielës në Vlorë, Berat, Çarrik, Mat dhe Tepelen, ku votojnë 334.000 qytetar. KQZ ka shpërndar materialet zgjedhore, ndërsa policia ka vendosur masa sigurie me 612 efektiv. Kompania Identiteti Tek ofron orare të zgjatura për tërheqjen e kartave të identitetit deri të dielën në mesditë. Kryebashkiakët që do të zgjidhen do të kenë një mandat deri në pranverën e vitit 2027. Prej mesnatës ka hyrë në fuqi heshtja zgjedhore në 5 bashkitë e vendit, ku të dielën më 9 nëntor do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie. Procesi do të mbahet në bashkitë Vlorë, Berat, Çarrik, Mat dhe Tepelen, ku të drejtën e votës e kanë 334.539 qytetar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore dhe ka konfirmuar gatishmërinë e strukturave për zhvillimin normal të procesit. Paralelisht, policia e shtetit ka përgatitur një plan të posaçëm masash për sigurinë e zgjedhjeve, që përfshin ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve sensitive. Në total, 612 efektiv policie janë angazhuar për mbarvajtjen e procesit. Aktualisht në ruajtje janë 9 objekte ku ndodhen KZAZ-t, ndërsa gjatë të shtunës do të sigurohen 473 qendrat e votimit. Policia i bën apel qytetarëve të raportojnë çdo rast që mund të cënojë integritetin e votës, në funksion të lehtësimit të qytetarëve për të ushtruar të drejtën e votës. Kompania Identiteti Tek ka njoftuar orare të zgjatura pune për shpërndarjen e kartave të identitetit në 5 bashkitë që do të shkojnë në zgjedhje. Zyrat do të jenë të hapura të shtunën nga ora 9 deri në 15 dhe të dielën nga ora 8 deri në 12. Afati, i cili shënon edhe mundësinë e fundit për tërheqjen e dokumenteve të identifikimit. Afati, i cili shënon edhe mundësinë e fundit për tërheqjen e dokumenteve të identifikimit. Kryebashkiakët që do të zgjidhen në këto zgjedhje do të kenë një mandat të përkohshëm që do të zgjasë rreth 1 vit e gjysmë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta vendore në pranverën e vitit 2027. Procesi përgatitor për zgjedhjet e së dielës 9 nëntor ka hyrë në fazën përfundimtare. Në Tepelen, policia e shtetit ka angazhuar 45 efektiv policie, të cilët kanë marrë në ruajtje 21 qendra votimi dhe KZAZ-n 80. Policia ju bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast ku cënohet e drejta për të votuar ose synohet të tjetërsohet vota, si dhe subjekteve politike që të respektojnë detyrimet ligjore.
Përfundon instruktazhi punonjësve të policisë në Tepelen të angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zgjedhjeve të pjesëshme të 9 nëntorit. Në kuadër të planit të masave të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, drejtoritë vendore të policisë dhe komisariatet në varësi të DVP-ve, ku do të ketë zgjedhje lokale, kanë përfunduar instruktazhin e punonjësve të angazhuar në ruajtjen e objekteve zgjedhore. 45 punonjësit e policisë janë trajnuar dhe pajisur me librin e xhepit dhe dokumentin identifikues, sipas numrit kodik. Lista e punonjësve dhe mjeteve të angazhuara është miratuar nga KQZ. Gjatë ditës së sotme do të merren në ruajtje 21 qendra votimi, ndërsa objektet që shërbejnë si KZAZ janë tashmë në ruajtje nga policia, që prej momentit të mbërritjes së materialeve zgjedhore janë ngritur grupet e drejtimit në komisariate dhe grupi i koordinimit në drejtoritë vendore të policisë, i cili koordinon veprimet me grupin e drejtimit për të ndjekur në kohë reale mbarvajtjen e procesit dhe për të menaxhuar çdo situatë në zbatim të planit të posaçëm të masave. Policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar apo synon të tjetërsoj votën e tyre. Muzika e kitarave spanjolle u përcjell në aktivitetin Një mbrëmje në kopshtet e Spanjës në Gjirokastër. Ngjarja ofroi një eksperiencë të veçantë kulturore, duke sjellë frymën e traditës dhe elegancës spanjolle në një mjedis që ndërthurte artin, kulinarin dhe muzikën. Ky aktivitet u bë pjesë e javës kulturore spanjolle dhe synon të promovojë dialogun dhe shkëmbimin mes kulturave, duke afruar më shumë publikun vendas me artin dhe stilin e jetës mesdhetare. Programi i aktiviteteve të javës kulturore spanjolle të organizuara në disa qytete të vendit mbylli si pari në Gjirokastër. Një mbrëmje në kopshtet e Spanjës, titullohet koncerti instrumentali kitaristit virtuos Denis Bishka, që u shfaq në skenën artistike të qytetit të Gurt. Eventi u zhvillua në prani edhe me pjesëmarrjen e ambasadorit të Spanjës në Shqipëri, Gabriel Kermandes Ventura, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Gjirokastër. Shumë faleminderit, ishte vizit e justifikuar e vonuar, sepse u prisi më shpejt. Në këtë ambient, ashtu si kundër e quajmë gjithë së bashku, në një fëmijë të sapo lindur që ka nevojë të rritet. Të rritet në një bashkëpunim të frytshëm edhe dobipërurës, jo thjesht për Bashkinë e Gjirokastrës edhe ambasadën spanjolle në Shqipëri, por thash në dobi të dy banorëve, të qytetarëve gjirokastrik, po pse jo edhe atyre spanjoll. Shumë faleminderit që vizitën e parë zyrtarisht jashtë Tiranës po e bëni këtu në Gjirokastër, për të përmbyllur, po jo për të mbyllur bashkëpunimin dhe vestimet. Këtë javë të kulturës spanjolle këtu në Shqipëri. Ky qark që në një kulturë shumë të gjerë pret sot me dyert të hapura në këtë universitet, që është një derë për të gjithë të rinjt e Gjirokastrës dhe të gjithë qarkut këtu në Gjirokastër, dhe ne i ftojmë ju që të dëgjoni dhe të kënaqeni me këto tingujt të muzikës spanjolle. Para mí es un verdadero honor. Me mbrëma të gjithëve, faleminderit për mikpritjen tuaj. Është nder të jem në këtë mbrëmje të veçantë muzikore, ku bukuria e pa kohë e kitares klasike spanjolle do të jetë në qendër të vëmendjes. Java kulturore spanjolle kulmon sot në qytetin tuaj të bukur. Sot nisim një udhëtim me një repertor muzikor të pasur spanjoll. Toda la semana cultural. Për instrumentistin e mirënjohur Denis Bishka, ky event është diçka e veçantë jo vetëm për vlerat artistike, por ndërkohë ai rikthehet në vendlindjen e familjes së tij. Sjellja e një mbrëmje të javës kulturës spanjolle në Shqipëri në qytetin e Gjirokastrës ishte një risi, por dhe një domosdoshmëri për ta hapur pak kulturën spanjolle edhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Duhet thënë që koncerti u mirëprit dhe kjo është një ndikim shumë i madh që ka në turizëm dhe turizmin kulturor, ajo që ne duam të promovojmë më së tepërmi në Shqipërinë tonë.
Këto aktivitete cilësohen të dobishme pasi gjallërojnë jetën kulturore në Gjirokastër dhe promovojnë vlerat turistike të saj. Rreth 80% të banorëve të bashkisë Konispol kanë kryer vaksinën e gripit sezonal, ndërsa interesimi i qytetarëve vijon të jetë i lartë. Institucionet e shëndetësisë ju bëjnë apel të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike të vaksinohen për të shmangur komplikacionet e dimrit. Procesi vaksinimi do të vazhdojë deri në shpërndarjen e plotë të dozave në të gjitha qendrat shëndetësore të kësaj bashkie. Në bashkinë e Konispolit rreth 80% e popullatës ka kryer tashmë vaksinën kundër gripit sezonal. Fushata e vaksinimit po vijon me ritme të larta, me synim për të parandaluar rastet e rënda gjatë stinës së dimrit. Sipas të dhënave të mbledhura nga qendra shëndetësore që mbulon gjithë qytetin, interesi i qytetarëve ka qenë mjaft i lartë që në ditët e para. Këtu çdo ditë bëjmë vaksinimin e popullatës. Vaksina e gripit ka ardhur më herët se zakonisht për arsye se virozat kanë qenë më të hershme, kanë qenë fluksim më i madh. Deri tani në momentet që flasim kemi vaksinuar rreth 80% të popullsisë. Vaksina e gripit është falas, bëhet në qendrën shëndetësore në Konispol, ruhet në kushte shumë të mira frigoriferike, në kushte zinxhir, është në frigoriferin mbrapa që është ftofës, ruhet në kushte termike të përshtatshme. Predispozit për sëmundjet ose për gripin ka më shumë mosha e tretë, por kërkesa për vaksinim ka qenë e lartë edhe nga moshat e tjera. Vaksina aplikohet që në 18 vjeç e lartë. Risk më të madh ka mosha e tretë, nuk diskutohet. Deri tani kemi vaksinuar të gjithë ne të personeli shëndetësor, qendra shëndetësore Konispol, është vaksinuar administrata e bashkisë Konispol, gjithashtu shkolla, domethënë arsimtarët, mësuesit, policia bashkiake, të gjithë njerëzit dhe bizneset kanë patur goxha interes që kanë të bëjnë me njerëzit dhe me kontaktin e përditshëm. Instancat përkatëse apelojnë që qytetarët të vijojnë të paraqiten për vaksinimin, veçanërisht të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Sipas autoriteteve shëndetësore, vaksinimi mbetet masa më efektive për të shmangur komplikacionet që mund të shkaktojë gripi sezonal dhe për të mbrojtur grupet më të rrezikuara të popullatës. Unë do insistoja dhe do i bëra thirrje të gjithë qytetarëve, duke nisur që nga mosha 18 vjeç e në vazhdim, sidomos mosha e tretë që është më e rrezikuara për gripin, që të vinë të vaksinohen. Vaksina e gripit është falas, aplikohet këtu në qendrën shëndetësore dhe është shumë herë më mirë që të kryejmë vaksinimin dhe mos të riskojmë për një grip, sesa të t'i kapi viroza dhe pastaj të kërkojnë për medikamente, për shërim, për trajtimin e gripit. Procesi i vaksinimit pritet të vijojë edhe në ditët e ardhshme, derisa të përfundojë shpërndarja e plotë e dozave në të gjitha qendrat shëndetësore të territorit të bashkisë Konispol. Autoritetet shëndetësore theksojnë se dozat janë të mjaftueshme dhe se çdo qytetar ka mundësi të përfitojë shërbimin në kohë. Bashkia me Maliaj për të shmangur dëmet dhe përmbytjet në ditë me rreshje intensive shiu, ka marrë masa duke kryer pastrimin e kanaleve kulluese. Ndërhyrjet konsistojnë si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale. Drejtori i bujqësisë në bashki, Bujar Kaplani, thekson rëndësinë e këtyre ndërhyrjeve për mbrojtjen e territorit. Bashkia me Maliajt ka marrë masat e nevojshme për të përballur me situata të vështira që mund të paraqiten gjatë ditëve me rreshje të dendura shiu. Autoritetet vendore janë angazhuar për të parandaluar përmbytjet dhe dëmet që mund të shkaktohen nga moti i keq. Sipas drejtorit të bujqësisë Bujar Kaplani, janë marrë masat për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë në pikat ku vitet e kaluara ka patur vështirësi gjatë periudhës me rreshje intensive, pastrim, pusetash e të tjerë. Masat në zonën urbane njën, që është vetë qyteti, kemi disa kanale të ujra të larta që kalojnë në Vjos, i kemi pastruar, kemi bërë gati, do dhe për përmbytjet, dërsa për zonat fushore, kemi bërë kërkesa, kemi bërë dhe projekte për të quar për në Ministrin Përkatëse të linjës, për të marrë investime për bërë kanalet kulluse dhe kanalet e mëdha, do dhe që janë për përmbytjet në zona Krasit, në zona Qesaratit, këto janë zona që janë zona fushore.
Në këtë bashki, deri tani janë pastruar rreth 1200 km kanale. Vetë bashkia ka kryer pastrimin në zonën e Krasit, në zonën e Qesaratit, kanalet e larta, po kështu edhe për kanalet Vadic. Rreth 1200, thonë që ka në zona që ka problem. Këto ndërhyrje do të vijojnë edhe në ditët në vijim për të patur një situatë që dhe pa problematika gjatë stinës së dimrit. Në Sarand, Spiro Noni njihet si një nga shoferët më të vjetër të qytetit. Sot, në moshën 91 vjeçare, ai vazhdon të ecë çdo ditë, sikur të mati jetën me kilometra. Noni mbetet simboli i qëndrueshmërisë dhe dinjitetit të një njeriu që ecën përpara pa u ndalur, edhe pse koha ka ndryshuar shumë. Spiro Noni është një prej shoferëve ikon të këtij profesioni në Sarand. Ai thotë se po i sfidon 91 vitet e moshës duke qenë i hekurt në zakone ditore, ku ecja e përditshme në çdo stinë zëvend të rëndësishëm. Duket se sfida e tij sot është që me ecjen ditore me këmbë të korrigjojë kilometrazhin e udhëtimeve në dekada me timon në dorë mbi rrota. Bëj këtë gjiro deri në fund, ku u gjetëm tani bashkë, në orën 5 të mbrëmjes. Dalë prap edhe bëj këtë gjiro. Unë bëj 3 gjiro në ditë, me gati 5 km. Dimër me adë, edhe me shi mbaj qadrë. Jo për mburje, mbaj qadrë dalë me shi unë, nuk rritë të brënda. Nuk kam qenë i shtrënguar për jetën. E kam shikuar të me ushqime, trajtim gjubi, se në atë kohë shoferi shënde në makinë, për dhe unë e kisha prejtë më të madhe të feja në makinë. Deri këtu është në rregull me veten. Thot se arrin t'i kuptoj dhe t'i çmoj shumë ndryshimet e ardhura nga zhvillimet demokratike, por duke i dhënë hakun sistemit të lëmpas që pronën private vërtet e likuidoi, por dokumentat e pronësisë nuk i hoqi nga arkivat. Mua më pëlqen demokracia dhe është e mirë, por tek neve në vendin tonë demokracia është shumë e ngatruar. Duke bërë gabim, duke mburur sistemin diktatorial, bëri reformën agrare, bëri shumë gjëra, mori tokat, bëri kooperativa bujqësore, por nuk i hoqi pronat e pronani nga kadastra. Sot, s'ke gjakuni pronat në kadastra. Janë e gjithë, i kanë marrë ata që s'kishin toka. E kundërta po ndodh sot, thot Spiro Noni, ku në kadastër hipotek janë futur duar dhe janë zhdukur dokumentat e pronësisë së trashëguar. Ai ka të trashëguar 3500 metër tokë në syrin e kaltër, për të cilën dosja ka arritur në gjykatën e lartë e nuk po e merr dot. Ky është pengu i vetëm që ka. Te syri i kaltër kam 3500 metër tokë arë. Mbillëm misër dhe hani bukën e vitit gati nga prodhimet tona. Dhe sot u bëli qeni, e bëri sistemi komunist, havalli qoftë ato që mori. Po, pjesë që ngelë gjitha i morën ata që s'kenë që akulli dhe nuk qenë fare me origjinë nga fshati jona, po nga aty afër. Ata janë pronarë dhe unë i kaj tokën me sitë e mia. Janë tepër i preku, nuk është bërë një reform, një ligë, një gjë e drejtë që pronat të vinë të kizoti, të gjithë thot të i zoti të kurë të bitë. Është e lehtë ta dallosh që së largu, pasi ai vesh vetëm këmishë të parë. Në xhepin e saj çuditërisht ka një vend të palëvizur, një stilolaps, dhe pse ati ralli duhet të shkruaj apo të firmos diku. Thot se i ka mbetur që nga shoferdhoku, kur lapsin kopjativ, jo prej plumbi, e mbani në kabin për të plotësuar biletat edhe në udhëtime sipër apo edhe në ecje, duke hequr këmbën nga gazi, se për ndryshe nuk i kishe mirë punët me policin, po të t'i gjente një pasagjer pa bilet. Dhe tjetra, xhaketa e kostumit, i del tepër dhe e mbandën sqetull. Ashtu si që bënte në dekadat që ikën, kur udhëtonte majtimonit e mbi rrota, edhe tani nuk di të ndalet, bën kilometra të tëra. Thua se jetën nuk di ta matë ndryshe, veç se me qindra mira kilometrat që ka bërë e bën. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.